Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit me shpërblyer. Falënderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Frekuentimi i xhamis nuk është thjesht një veprim ritual, por një proces i vazhdueshëm formësimi shpirtëror. Çdo hap drejt saj është një largim nga zhurma e kësaj bote dhe një afrim drejt qetësisë së brendshme shpirtërore. Në ambientet e xhamis, zemra gjen ritmin e saj të natyrshëm, mendja pastrohet nga shpërqendrimet dhe njeriu rikujton qëllimin e vërtet të ekzistencës së tij. Xhamia bëhet kështu një shkollë e heshtur, ku edukohen durimi, përullësia dhe përkushtimin ndaj Allahut. Me kalimin e kohës, frekuentimi i rregullt i xhamis ndikon drejt për të së drejtin në karakterin dhe jetën e përditshme të besimtarit. Ai që qëndron shpesh në saf, mëson disiplinën, ndjen forcën e bashkësisë dhe forcon lidhjen me krijuesin. Nga kjo lidhje buron qetësi në vendimet, maturi në fjalë dhe drejtësi në veprime. Xhamia nuk ndryshon vetëm orarin e ditës së njerëzit, por ajo ja ndryshon zemrën në tërësi, duke ja larguar ndryshkun, duke e ndryshuar dhe duke ndryshuar çdo ritëm të jetës së tij. Të dashur dëgjues dhe shikues, do ju ftoja tashmë të ndiqnim së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, ku do të ndjekim surën e 92 të Kuranit famullar, Sureja Lail. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Për natën që mbulon me terr, për ditën që agon dhe për ato që ka krijuar mashkullin dhe femrën. Vërtet, veprat tuaja janë të ndryshme. Sa për ato që jep për hir të Allahut, ka frikë nga ai dhe dëshmon për vërtetësinë e më të bukurës besimit, ne do t'ia lehtësojmë atij rrugën drejt shpëtimit. Kurse atij që është koprac, ndihet i vetëmjaftueshëm dhe e quan gënjeshtër më të bukurën besimin, ne do t'ia lehtësojmë rrugën drejt dënimit. E kur të hidhet në zjarr, pasuria e tij nuk do t'i bëjë më dobi. Neve na përket që t'ua tregojmë rrugën e drejtë, dhe me të vërtet, e jona është ajo botë dhe kjo botë. Prandaj, unë ju kam tërhequr vërrejtjen me një zjarr që flakëron, ku do të hidhet vetëm më i keqi, që ka mohuar dhe është larguar nga besimi. E do të mbahet larg këtij pra zjarrit, më i devotshmi që ruhet nga gjunahet,
që jep pasurinë e tij, duke pastruar veten dhe duke mos pritur shpërblim prej dikujt tjetër për këtë, por vetëm për të kërkuar fytyrën pra kënaqësinë e Zotit të tij, më të lartit, dhe ai me siguri do të jetë më i kënaqur. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme në emisionin Nektari i Xumas, do doja t'ju thoja se për sot do të flasim rreth temës si e ndryshon për mirë jetën frekuentimi i xhamisë tek njeriu. Xhamia është shtëpia e Allahut, në tokë dhe qendra e shpalljes së tij. Burimi i begative shpirtërore dhe i shumë mirësive që u kthehen falësve dhe gjithë shoqërisë islame. Padyshim, një vend që ka pozitë kaq të lartë tek Allahu i madhëruar, do të ketë të ndikime të shumta për ata që e frekuentojnë, qofshin burra apo gra ato. Frekuentimi i xhamisë ka shumë ndikime, saqë është e vështirë të përmblidhen të gjitha në një transmetim. Dhe thot Imam Aliu paqja qoftë mbi të, se ai i cili frekuenton xhamin ka 8 dobi. Kush shkon shpesh në xhami, fiton një nga 8 gjërat. E para, një vëlla që e fiton për hir të Allahut. E dyta, një dije e re. E treta, një ajet të qartë. E katërta, dëgjon një fjalë që e udhëzon. E pesta, një mëshirë të pritur. E gjashta, një fjalë që e largon nga shkatrimi. Dhe e shtata dhe e teta është ose braktis një mëkat nga frika ose a lë atë nga turpi. Mund të flitet për ndikimet e frekuentimit të xhamisë në këtë mënyrë. Cilat janë ndikimet e frekuentimit të xhamisë dhe le të nisim me të parën. Ndikimet adhurimore. Çfarë do të thotë kjo? Xhamia ose xhamit në përgjithësi përmenden si shtëpitë e Allahut xhaleshanhu në tokë, si shtëpitë e të devotshmëve dhe shtëpia e besimtarëve të sinqertë. Këta emra tregojnë qartë natyrën adhurimore të xhamisë. Pra në thelb, xhamit janë ndërtuar për të krijuar lidhje të pashkëputur mes robit dhe Zotit të gjithësisë, për të shpallur kështu robërinë dhe përulësinë dhe Allahut Zotit një dhe të vetëm. Kështu bëhet e qartë ndikimi themelor i frekuentimit të xhamisë, sidomos në aspektin adhurimor. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e shenjtë, Bismillahirrahmanirrahim: drejtojini fytyrat tuaja në çdo xhami dhe lutjuni atij me sinqeritet në fe. Ashtu siç ju krijoi në fillim, tek ai do të ktheheni. Pra xhamia është vendi ku besimtari forcon lidhje me Allahun, pastron jetin dhe rigjen drejtimin e jetës së tij që mund të ketë humbur në erat shkatëruese të kësaj jete. Ndikimi i dytë i frekuentimit të xhamisë është ndikimi i anës të dijes. Përdorimi i xhamisë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si dhe në porositë e imamëve të pagabueshëm paqja qoftë mbi ta të gjithë, tregojnë një tjetër ndikim të rëndësishëm, ku në xhami njeriu themelon dimensionin e dijes së tij. I dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: çdo ulje në xhami është e kotë, përveç 3 gjërave: leximi i Kuranit nga një falës, përmendja e Allahut ose kërkimi i dijes. Kjo do të thotë se xhamia nuk është vend vetëm për të falur namazin, por dhe shkollë edukimi, vend për formimin shpirtëror dhe vend për formimin intelektual të njeriut. Xhamia dhe frekuentimi i saj ndikon shumë në shoqëri, sepse xhamia si qendër fetare për të gjithë ne luan një rol thelbësor në bashkimin e të gjithë muslimanëve në një vend të caktuar. Prandaj mund të flitet për një rol të rëndësishëm që ka ajo në ndikimin e saj në shoqëri. Ndër ndikimet shoqërore që realizohen në xhami është prania e burrave dhe grave, shkëmbimi i lajmave shoqërore, interesimi për gjendjen e vëllait ose motrës tënde në fe, si dhe interesimi jo vetëm për kaq, por për gjithë muslimanët në përgjithësi. Në xhami muslimanët gjejnë mundësinë e duhur për të njohur me besimtarë të tjerë, të cilët i bashkohen i njëjti besim dhe e njëjta robëri ndaj Allahut.
Kjo e lehtëson krijimin e një organizimi shoqëror të harmonishëm dhe të qëndrueshëm njëkohësisht. Falësit njihen me vëllezër dhe motra me cilësi fetare të mira, gjë që sjell pasoja pozitive në jetën shoqërore. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ai që shkon në xhami nuk kthehet pa fituar të paktën një vëlla që e ka fituar për hir të Allahut në ta. Burrat dhe gratë, përmes frekuentimit të xhamis, mund të ndërtojnë një shoqëri fetare të shëndosh dhe një shoqëri të pastër nga errësirat e kësaj jete. Transmetimet nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, tregojnë për ndikimet morale të frekuentimit të xhamis në largimin e shoqërisë besimtare nga korrupsioni dhe mëkati, dhe drejtimi i saj ka pastërtisë dhe drejtësisë, ku imami thotë: ose dëgjon një fjalë që e largon nga shkatërimi, ose lën një mëkat nga frika apo nga turpi. Pra njeriu i cili frekuenton xhamin, mbush tek vetvetja e tij këtë karakter, këtë ndikim tek shpirti dhe qenia e tij. Pra, largohet nga fjalët e këqija, ndikohet pra nga rrethi shoqëror, nga ana mirë, pra po flas ai që frekuenton xhamin, dhe mundohet të lë mëkatet ose nga frika ose nga turpi. Pra, njeriu fiton sa më shumë gjëra të mira në frekuentimin e xhamis, e pse mos të shkojmë? Nga kjo mund të themi se frekuentimi i xhamis luan një rol të rëndësishëm në shoqëri, sepse njeriu mëson të gjej vetveten, mëson të socializohet, si të themi, me të tjerët, dhe mundohet që të bëjë sa më shumë vepra të mira që të ndihet dhe ai mirë në atë shoqëri ku ai jeton. Frekuentimi i xhamis, të nderuar dëgjues dhe shikues, ka dhe ndikimet e saj politike. Xhamia, gjatë gjithë historisë njerëzore, ka qenë një qendër politike e shoqërisë fetare, përveç se qendër shoqërore, adhurimore dhe shpirtërore njëkohësisht. Ky rol i xhamis vërehet qartë në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në periudhën e kalifëve dhe në kohën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, ku gjatë historisë mund të përmenden shumë shembuj të këtij roli. Në këtë kontekst, mund të flitet edhe për ndikimet politike të frekuentimit të xhamis, si për burrat, ashtu edhe për gratë. Ndër shembujt më të spikatur të rolit të grave në xhami është ardhja e Fatimes Zahra alayhis salam në xhami për të mbrojtur të drejtën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, për udhëheqje. Po ashtu është fakt historik dhe prania e Zainab bint Ali, pra Zenepi e bia e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në xhami, dhe ky rol është paraqartë edhe në zhvillimet e tjera revolucionare islame, ku xhamit kanë qenë qendra ndërgjegjësimi dhe mobilizimi për të gjithë ummetin. Edukimi politik që ofrohet në xhami mund të kontribuojë në formimin e një brezi që bëhet shtyllë mbështetëse e shoqërisë fetare dhe që ka vetëdije të mjaftueshme përballë ngjarjeve politike. Dhe nga ndikimet, të nderuar dëgjues dhe shikues, shpirtërore dhe morale që të sjell frekuentimi i xhamis, është se mjedisi i xhamis është një mjedis ndriçues dhe hynor. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam na e tregon fare qartazi këtë në një hadith të tij, teksa thot: asnjë grup që ulet në një xhami nga xhamit e Allahut dhe lexon Kur'anin ose diskuton atë mes tyre, nuk u zbret mbi ta qetësia, nuk mbulohen nga mëshira e Allahut dhe Allahu i përmend në mesin e atyre që e adhurojnë atë. Pra, ai i cili ulet në xhami dhe diskuton pra në lidhje me fjalën e Allahut xhaleshanuhu, për hap fjalën e Zotit të gjithësisë, Allahu është me të në çdo hap të tij. Dhe profeti thot në një hadith tjetër: kush e bën xhamin shtëpinë e tij, Allahu i jep shpirt dhe qetësi dhe e udhëzon atë në rrugën e drejtë. Për këtë arsye, besimtari në xhami është si peshku në det, i lirë, i qetë dhe i lidhur me jetën e tij të vërtet shpirtërore. Qetësia dhe sigurimi shpirtëror që rrjedh nga frekuentimi i xhamis i mundëson besimtarit të përmbush pra detyrimet e tij fetare dhe në mënyrë të saktë dhe të paanshme njëkohësisht. Të dashur vëllezër dhe motra,
një pikë kryesore për sa i përket frekuentimit të xhamisë, sidomos te gratë, se gratë kanë shpirt dhe ndjenja më të holla. Ndaj frekuentimi i xhamisë ka një ndikim të madh në ndjenjat e tyre dhe në përjetimin e qetësisë hyjnore dhe qetësimin e zemrës. Në nivel moral, situata është e ngjashme. Gratë kalojnë pjesën më të madhe të kohës në shtëpi, duke rritur fëmijët, dhe kjo mund të bëjë të përjetojë ndonjëherë stres apo dhe shqetësim. Prandaj, femrat ose gratë kanë nevojë më shumë për qetësi dhe për një vend ku të ndihen të çplodhura psikologjikisht, dhe xhamia është vendi i vetëm ku ekziston ndriçimi shpirtëror, robëria ndaj Allahut dhe lidhja mes krijuesit dhe krijesës së tij. Në xhami ekziston një bashkësi me cilësi dhe karakteristika që nuk gjenden në asnjë vend tjetër. Frekuentimi i xhamisë, të nderuar dëgjues dhe shikues, ndikon shumë tek shpirti dhe tek jeta e njeriut njëkohësisht. Transmetimet tregojnë shpërblimin dhe meritat e mëdha për ata që frekuentojnë xhamin. Për shembull, në Teurat thuhet: "Shtëpitë e mia në tokë janë xhamit. Lum ata që pastrohen në shtëpinë e tyre dhe më vizitojnë në shtëpinë time, dhe është e detyrueshme që vizitori të nderohet." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Xhamit janë tregjet e ditës së Kiametit. Çmimi i tyre është falja dhe shpërblimi i tyre është xheneti." Ai gjithashtu na thotë se 7 persona Allahu do t'i mbuloj me hijen e tij në ditën që nuk ka hije tjetër, përfshir njeriun i cili ka zemrën e lidhur me xhamin, kur del prej saj vetëm për të kthyer përsëri tek ajo. Këto transmetime tregojnë qartazi ndikimet toksore dhe ato për jetën e përtejme, si dhe përforcimet shpirtërore të frekuentimit të xhamisë. Shejhu i madh Abu Ali ibn Sina i shkroi Abu Sa'd Abi al-Khair duke e pyetur pse njerëzit frekuentojnë xhamit, duke pasur parasysh se Allahu është shumë afër tyre më shumë se damar i jetës. Ibn Sina mendonte se njeriu merr shpërblimin që dëshiron nga çdo vend ku ai ndodhet, dhe Abu Sa'd i dërgon përsëri përgjigje me një letër dhe i thot: "Një llampë ndriçon një vend të caktuar. Nëse një llampë fiket, tjetra vazhdon të ndriçojë, por nëse çdo llampë është vendosur në një dhomë të veçantë dhe njëra fiket, dhoma ku ndodhet ajo mbetet në errësirë. Po ashtu edhe me njerëzit. Disa janë mëkatar dhe nuk arrin të përfitojnë nga dhuratat hyjnore, por kur individët janë në bashkësi, bekimet e Allahut mund të ushtrihen të gjithëve për shkak të pranisë së të tjerëve." Të nderuar dëgjues dhe shikues, falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për mirësinë e dhënies së tij, besimin për ne në këtë fe kaq të pastër. Allahu na mbarsoft, na udhëzoft, na pranoft çdo vepër të mirë, sidomos në këtë muaj kaq të begat, dhe na bëft për atyre të cilët, siç e themi gjithmonë, themi, dëgjuam dhe u bindëm: "O Allahu i madhëruar." Në këto momente, duke ju uruar mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu dhe një xumë të begat, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن